si e vlerëson sot punën e prokurisë së posaçme SPAK-ut? E preka pak më parë këtë pjesë. Unë mendoj që krimi i SPAK-ut është një nga historitë e suksesshme të institucioneve shqiptare. Gjithashtu dhe gjykatës posaçme. Pavarësisht se te kjo pjesë, le themi, unë e kuptoj që ka pasur dhe kritika, ka pasur kritika nga politikanët, ka pasur kritikat nga media, që dyja këto përpunojnë opinionin publik, siç folëm pak më përpara, dhe le themi dhe opinioni publik mund të ketë shfaqur, le themi, ato pikpyetjet e veta. Ishte histori suksesi për shkak sepse jo vetëm për shkak të atyre që hynë ato institucione, që nga sa unë i njoh, le të themi, janë gjyqtarë dhe prokurorët më me integritet të sistemit shqiptar. Sistemi i përzgjedhjes tyre mendoj që ishte nga më të mirët i mundshëm aq sa Shqipëria mund të realizojë në hyrje për gjyqtarë posaçëm dhe prokurorët posaçëm, pra mendoj që një karrierë e natyrshme e ajkës së gjyqtarëve dhe prokurorëve për të qenë në këto institucione. Tjetër është histori suksesi për shkak të punës që këto institucione në një periudhë kaq të shkurtër kanë arritur që të nxjerrin, duke vendosur para drejtësisë njerëz të cilët askush do i besonte në 2016 kur filloi kjo reformë që të shkonin ndonjëherë para drejtësisë, por është fakt. Dhe të gjitha pushteteve duke përfshirë vetë gjyqësorin, pushtetin ekzekutiv apo legislativ. Dhe këto janë fakte. A është perfekt gjithçka në këto institucione? Sigurisht që nuk është. A ka vend për përmirësim? Sigurisht që ka, por kjo është Shqipëria. Nuk është aq e thjeshtë. Dakor që vend për diskutim ka, vend për po themi keq interpretime ka dhe vend, mendoj unë, për që mund të bënin punën edhe më mirë, ka dhe diskutime të cilat nuk kanë qenë të drejtë. Ka raste që vetëm 2 rastet e fundit mendoj unë që prokuria e SPAK-ut në një farë mënyrë ka shkel kushtetutën, duke qenë që gjykata kushtetuese doli me 2 vendime deri tani kundër këtij institucionit, kundër veprimeve të tyre, por si konstitucionalist dhe si njëri që e njeh mirë kushtetutën, si e gjykon nisjen e hetimeve dhe urdhrin për vëzhgimin e gjyqtarëve gjykatës kushtetuese nga prokuria pa vendim gjykate, ku vetë prokuria ishte palë në proces? A mund të konsiderohet ky si veprim, si shantazh ndaj gjyqësorit? Sigurisht që le të themi vendimet apo urdhrat e prokurorisë, siç është sistemi, do të shkojnë në gjykatën e posaçme, në shkallë parë apo në gjykatën e apelit, e pastaj në gjykatën e lartë rregullisht dhe në gjykatën kushtetuese. Pra, në punën e vet, sigurisht që prokuroria është organ hetimi, është palë në proces, sigurisht që duhet të drejtohet nga parimi i ligjshmërisë dhe i konstitucionalizmit në emrin e vet, por nëse kanë gabuar, nëse ndodh që kanë gabuar, sigurisht prandaj janë gjykatat aty, prandaj është gjykata e posaçme që dhe ka patur plot raste kur gjykatat kanë kthyer vendime prokurorisë apo gjykatat e apelit kanë kthyer vendimet e prokurorisë apo gjykata e lartë apo kushtetuese siç morët ju rastin. Pra, kjo nuk më çudit sepse kjo është mënyra normale e funksionimit të një shteti të drejtës ku institucionet janë vendosura ashtu dhe do të vinë pasojat. Tani për sa i përket rastit që ju morët, ku prokurorët të SPAK-ut mund të kenë pasur në përgjim gjyqtarë gjykatës kushtetuese, personalisht nuk është se e kam këtë informacion, e kam lexuar në media, nuk e di sa e vërtetë është, duke qenë se nuk e di sa e vërtetë është. Kam publikuar vendimin e prokurorit me firmën e prokurorit, i cili kishte urdhëruar vëzhgimin e tyre pa vendim gjykate. Sigurisht, nëse kjo ka ndodhur, kjo do të ishte në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Sepse ishin në një proces gjyqësor që po zhvilloi brenda gjykatës kushtetuese, ku palë ishte prokuria e SPAK-ut, dhe në emër të dyshimit, të arsyeshëm, atë pa arsyeshëm është çështje interpretimi, prokurori ngren një grup vëzhgimi ndaj gjyqtarëve me idenë që po ndikohen në vendimarrjen e tyre për një vendim i cili po ishte palë në këtë proces. Dhe kjo është shumë e rëndë, mendoj, sepse nuk ka një institucion më lart se gjykata kushtetuese ku juve ose personin fjalë mund ta ankimonte të drejtën e tij dhe me çfarë quhet kur je palë në proces, kemi gjyqtar prokuror palë në proces dhe ti qohesh dhe vëzhgon gjyqtarët. A është kjo ajo që donin bëje kjo reformë?
Shiko, nëse kjo ka ndodhur, nuk e kam parë vendimin, nuk kam parë bazën ligjore për këtë, por nëse kjo ka ndodhur, nga mënyra se si ju e thoni, po e marr si të vërtet të që ju thatë, sigurisht që më duket do të ishte në shkeljet kushtetutës dhe kodit procedurës penale se si bëhen, le të themi, përgjimet apo vëzhgimet e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese. Kjo do të ishte problematike. Është në nënftarinë e organeve të specializuara të prokurorisë SPAK që t'i kryej dhe këto janë subjekte në fakt të SPAK-ut, por janë subjekte të SPAK-ut nëse kanë dyshime të arsyeshme dhe janë pjesë e një procesi penal. Kështu që te kjo pjesë sigurisht që siç ma thoni, besoj që do të ishte në mos përputhje me kushtetutën dhe kodin e procedurës penale. Në fakt është e dyta raste, sepse edhe në rastin e fundit gjykatës kushtetuese që pritet të zbatet vendimi është shprehur që SPAK-u ka shkelur kushtetutë në lidhje me sekuestrimet e telefonave të personave të cilët nuk janë subjekt të ligjit, në një farë mënyrë nuk janë as në hetim, as të pandehur, thjesht dëshmitar dhe konfiskimi i telefonave të tyre është cilësuar e paligjshëm, apo edhe vendimi tjetër gjykatës kushtetuese për kolegun tim Elton Qyno, i cilin për sekuestrimin e mjeteve të punës. Pra, në dy raste gjykata kushtetuese është shprehur tashmë që ka konstatuar shkeljet kushtetuese në këtë rast nga prokurorët e SPAK-ut. A mos ndoshta prokurorët e SPAK-ut ndihen aq të fuqishëm saqë bëjnë edhe gabime të tilla, po themi trashanike? Unë mendoj që këto vendime që le të themi cënojnë vendimarrjen e SPAK-ut, sigurisht që janë mësime të mira për këtë institucion, i cili sidoqoftë pavarësisht se unë e konsiderova si histori suksesi, patjetër që ka vënë për përmirësim dhe me siguri që këto vendimarrje të organeve më të larta e bëjnë SPAK-un të reflektojë, besoj, dhe me siguri ma merr mendje që kanë reflektuar dhe reflektojnë në tarinë e përditshme tani.